Pogradeci, Ohri dhe Struga u bashkuan për herë të parë në një aktivitet sportiv të përbashkët me zhvillimin e kampionatit ndërliçenor të shahut në kuadër të ditës ndërkombëtare të shahut. Turneu mblodhi shahistë të grupmoshave të ndryshme dhe synon të shërbejë si piknisje e një bashkëpunimi të ri sportiv mes tre qyteteve që ndajnë liçenin e Ohrit. Pogradeci gjithmonë është shuar për shahistë, të cilët kanë qenë pjesëmarrës në kampionate të ndryshme kombëtare. Ne duam që ky sport të jetë një vazhdimsi e suksesit të sportistëve tanë, të jetë sa më tepër masiv, të marrin pjesë në këtë kampionat grupmosha të ndryshme dhe të jetë edhe një simbol i bashkëpunimit ndërliçenor midis bashkive. Organizatorët synojnë që kampionati të zhvillohet çdo vit me rotacion në Pogradec, Ohër dhe Strugë, duke forcuar lidhjet sportive dhe miqësore mes komuniteteve. Pjesëmarrësit e vlerësuan nismën si një mundësi për të promovuar shahun dhe për të afruar më shumë të rinj me këtë sport. Kam marrë pjesë ekipore në gjysmëfinale një herë me Labinotin, vite 74. Shahu është e vështirë, dhe mosha bën saj. Kam që në moshën 6 vjeçare, kam mësuar për gjyshit tim dhe shahu më duket lojë shumë e veçantë. Po isha kampion i vjetshëm që në ndeshje me Shpëtim Nazarkun isha fitues. Ishte një iniciativë mrekullueshme, shahistët u kënaqën. Unë isha i bindur që Struga do të marrë vendin e parë dhe fituam. Në përfundim të garave, skuadra e Strugës u shpall fituese e edicionit të parë, ndërsa edicioni i ardhshëm do të zhvillohet në Ohër dhe më pas në Strugë.